Shërbimet konsullore të Kosovës në Evropë, Amerikë dhe shtete tjera po luajnë një rol të rëndësishëm në pajisjen e kosovarëve me dokumente personale. Ata mund të marrin pasaportën dhe letërnjoftimin brenda javën në shtetet ku jetojnë. Është krijuar një sistem elektronik i komunikimit dhe dhënies së informacioneve. Në Agjencinë e Regjistrimit Civil bëjnë të ditur se konsulatat së shpejti do të organizohen për shërbime edhe më efikase ndaj qytetarëve të Kosovës. Ju informoj se në gjitha misionet konsullore që kemi të instaluara sistemin e aplikimit për dokumente, letërnjoftim dhe pasaport. Me këtë rast, në rastin e aplikimi bëhet në për gjitha qendrat dhe personalizimi i prodhimit bëhet në Prishtinë. Përmes postave diplomatike ne i shpërndajmë dokumentet. Ku është një shërbim jashtëzakonisht efikas, i shpejt dhe për një afat 7 deri në 10 ditë gjithë qytetarët në misionet konsullore që aplikojnë e marrin dokumentin. Për ne është më rëndësi shumë që shpejt i pajisim qytetarët me afat sa më shpejt mund shumë me dokumente. Megjithatë, disa bashkëdhetarë edhe pse kanë mundësi që të pajisen me dokumentacione private në shtetet ku jetojnë, ata e shfrytëzojnë pushimin e tyre për të marrë dokumente për fëmijët e rritur, me që sipas tyre konsulatat janë larg vendbanimeve të tyre në diasporë. Konsulatën e kemi aty në Frankfurt, është pak larg, edhe jo çaq mirë. Po do të më pritë shumë edhe shumë persona aty të lajmëruam. I më orë edhe në pushim edhe për shfrytëzojmë rastin. Domethënë zjarr. Por ka dhe shumë qytetarë të kënaqur me shërbimet konsullore dhe dokumentacionin personal dhe familjar i marrin në vendet e perëndimit ku ata jetojnë. Mirë të organizuara janë edhe misionet konsullare në Belgjik. Nuk pritet gjatë kurse shërbimet janë në nivel. Po vi nga Belgjika, konsullatin e kam vizitu. Mirë janë, mirë presin, në rregull gjithçka është. Çfarë dokumentash keni marrë? Ne kam marrë pasoshën e kam marrë atje, letërnjoftimin e Kosovës, mirë ke presin, që mas mirë. Procedura shpejt, shkan në rregull, si këtë. Konsulata funksionon shumë mirë, të presin shumë mirë. Kam shkuar disa herë atje, shumë mirë. Konsulata super. Po jam shku kur e kam pa letërnjoftimin edhe pasaportën. Edhe jam shku për herën e dytë kur më ka hup letërnjoftimin dhe më kanë thënë pastaj duhet më shku në Kosovë, sepse e kanë dërguar në Kosovë. Shumë mirë, shkon shumë mirë presin, më prit në ran, nuk pret shumë mirë. Për mërgjimtarët një lajm i mirë, pritet që nga tetorit filloi edhe dhënia e patent shoferave ndërkombëtar dhe shërbimeve tjera të specializuara. Po ashtu për fëmijët kosovar e atyre në shtetet evropiane do të fillojë pajisja me dokumente identifikuese.